Këto ditë Shqipëria është e mbushur me tensione, debate dhe shqetësime. Një pjesë e Bregdetit tonë është kthyer në një fushë beteje. Familja gjithashtu është kthyer në një fushë beteje, ndërsa vendimet të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë mbi terapinë hormonale të transgjinorëve ka ngritur jo vetëm çështjen e sigurisë së fëmijëve, familjes, por edhe ka prekur plagë të thella të atyre qindra familjeve shqiptare që luftojnë me boshllëqet e sistemit tonë shëndetësor, duke na lënë shpesh të ndihemi të pashpresë apo të drejtohemi bashkëkombësve tanë për ndihmë financiare në mënyrë që të marrim kurim jashtë Shqipërisë. Nëse do ta përmbledhja me një fjalë, atë që duket se ndjejmë është zemrim. Zemrim edhe indinjim, ndërsa duket që ndeshemi me padrejtësinë, dhe kur padrejtësia rritet dhe ndesh shpesh gjithandej, ndodh diçka, shpresa fillon dhe venitet. Me të drejtë fillojmë të kërkojmë zgjidhje, po ku po shkojmë për përgjigje? Dikush zgjedh të protestojë, dikush të zbraz mlepjen e zemrimit apo dhimbje në media sociale, dikush bllokohet dhe mbyllet në vetvete dhe i mbush mendjen në vete se gjithçka që po ndodh është jashtë tij apo jashtë saj dhe nuk e prek atë. Dikush vendos të largohet nga vendi dhe kjo e fundit ka qenë në rritje në 5 vjetët e fundit. Por sa herë që zemra ime mbushet me trishtim për atë që shoh të ndodh këtu në Shqipëri, unë ndjej një konflikt të brendshëm midis pjesës time njerëzore si shqiptare dhe pjesës time shpirtërore si një krishter. Njerëzorja më thot se ky vend nuk bëhet, ndërsa shpirtërorja më thot të mos humb shpresën, sepse Perëndia është sovran dhe mund të ndryshojë situatat. Në një vend postkomunist, ateist, ku besimi duket demode dhe si një përgjigje për të dobtit, ku sulmohet nëpër mediat tona, ku nga shumë intelektual shihet si një pritje pasive me syt nga qielli dhe të lutesh tingëllon qesharake. Por është pikërisht mungesa e besimit që ka çuar një komb në këtë gjendje, sepse besimi nuk është një opium për të shtypur popujt. Përkundrazi, besimi në të vetvete është një kushtetut morale që rregullon marrëdhënien me Perëndin, marrëdhënien me tjetrin, me pronën, me drejtësinë, me jetën, me shëndetin, me martesën e tjerë. Besimi krishter mbahet në 2 shtylla shumë të rëndësishme: dashuria për Perëndin si parësore dhe dashuria për tjetrin. Të dyja janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Pa të parën nuk mund të bësh të dytën. Pra nuk mund të duash dikë tjetër pa dashur Perëndin. Sepse të duash Perëndin do të thotë që ti don ta kënaqësh. Ti ndjek statutet e tij me gëzim dhe me besnikëri, ashtu siç do të bëje me këshillat e një prindi që ti e di që të do, edhe e di që e ka për të mirën tënde. Dashuria për tjetrin ka përcen konfliktet, mosdakordësitë, ndryshimet, dobësitë dhe në momente të vështira është hyjnore. Prandaj kemi nevojë të duam Perëndin, sepse duke dashur Perëndin mund të kemi motive dhe forcë hyjnore për të dashur ato që janë të vështirë ose që janë ndryshe nga ne. Statutet e Perëndisë qëndrojnë mbi të vërtetën, ndershmërinë dhe drejtësinë. Nëse do që ti shohësh këto në vendin tënd, atëherë ngjitju pas Perëndisë. Sa më larg Perëndisë të shkojë një komb, aq më shumë korrupsion dhe ligësi do të shohësh, aq më shumë egoizëm, aq më shumë padrejtësi. Ne kthehemi në qenie të egra, sepse jemi egoist nga natyra dhe vetëm dashuria e Perëndisë na transformon që ne të mund të shohim tjetrin dhe nevojën e tyre përpara tonës, apo ta duam tjetrin por si veten. Përgjatë historisë së Biblës tregohen shumë momente kur populli i Perëndisë humbte drejtimin apo busullën dhe zgjidhja nuk ishte vetëm tek një lider më i mirë apo një ligj më i mirë. Në fakt gjithmonë ka qenë kthimi i Zotit, kthimi tek Zoti. Në qoftë se populli im porulet, lutet dhe kërkon fytyrën time, unë do ta shëroj vendin. Është një pasazh shumë i famshëm tek libri i 2 i Kronikasve 7:14. Është interesant se është ky pasazh që sapo përmenda, që ka qenë lajtmotivi për leximin e Biblës nga shtëpia e bardhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përkujtim të 250 vjetorit të themelimit të Amerikës si shtet.
Dua të them diçka, jo çdo gjë e keqe që ndodh është në shkim i Perëndis, por kur humbim lidhjen me të, është e sigurt që humbim busullën dhe gjërat e para që do shohësh janë korrupsioni, egoizmi, mungesa e dashurisë, janë të lidhura direkt me njëra tjetrën. Ndoshta kjo nuk është koha të friksohemi. Apo ndoshta thjesht ngrem zërin, sepse kemi ngritur zërin mjaft edhe herë të tjera. Por, mbase është koha të kërkojmë Zotin më shumë se sa kur. Unë besoj që është koha të kërkojmë Zotin më shumë se sa kur. Sepse shpresa një kombi nuk fillon dhe mbaron në parlament. Ndonjëherë, parlamenti më kujton ato romanet e famshme realiste, të cilat e përshkruajnë realitetin me kaq forcë, na tregojnë problemet, plagët, por nuk japin zgjidhje. Por unë besoj që shpresa një kombi fillon në gjunjë dhe mbahet ndezur aty. Zoti nuk është indiferent ndaj vuajtjes, ndaj le t'i thrasim atij në këto ditë të vështira që ai do ndërhyjë për të bërë atë që është e mirë për ne dhe fëmijët tanë. Dhe nëse je skeptik, provoje sepse ndoshta do të shikosh që nuk është siç mendon ti. Ndoshta do të provosh që lutja ka fuqi dhe Zoti vepron përmes lutjes së njerëzve me një zemër besnike dhe të përulur, me një zemër që kërkon drejtësinë dhe do që ta nderoj atë. Fillo duke u lutur sot për vete, për familjen tënde, për vendin tonë. Një nga lutjet e shpeshta që unë bëj është e bazuar te një nga psalmet e Davidit, i cili thot: O Zot, mos lejo që kryelarti të më vërë këmbën, mos më lërë në duart e njeriut krenar. Zoti ju bekoft edhe dëgjohemi në videon tjetër.